Atëherë të nderuara media, Është një minut. A munden një minut? Are you okay, Craig? Okay? mund të vazhdo? Po besoj, a jemi gati koleg? Atëherë të nderuara media, faleminderit shumë që ishi prezant në këtë seancë. Ajo se çfarë u vërtetua sot është ajo që kemi thënë që nga fillimi, se na imi se bashku me kushtrimin, duke zgjedhur granitin si vrasës, e kanë organizuar këtë krim. Ky vendim sot nuk shkon vetëm për ne, shkon për Liridonën, shkon dhe për fëmijët e saj, të cilët nuk do ta shohin më nënën e tyre përjetësisht. Andaj, ky dënim duhet të jetë edhe një mësim për gjithë ata, të cilët mundohen apo krijojnë mundësi që ta bëjnë një krim të tillë. Ju falenderoj shumë. Nëse keni ndonjë pyetje diçka, Po, ju në proces gjyqësor keni kërkuar burgim të përjashëm edhe për kushtrim kokallën, kjo nuk ka aprovu nga gjykata tash, si e pritet këtë pjesë vendimit. sa i përket kushtrim kokallës, po besoj që gjykata e ka parë ashtu, për këtë mund të folë edhe avokati, se çfarë dënimi pritet. Çfarë dënimi kemi pritur ne për të. Megjithatë, vendimi sot, megjithatë u azbut pak zemrat. Sa do pak na ka lehtësuar dhimbjen edhe neve dhe familjes, po besoj që ishte vendim të cilin e kemi pritur gjithë populli shqiptar, jo vetëm ne familja.